Çfarë ndodh kur vendosni qep në çorape ndërsa flini? Pjesa e poshtme e këmbës suaj është një pikë e fuqishme dhe drejt për drejt në aksin e organeve të brendshme në trupin ton, përmes atyre që njihen si meridianë në mjekësinë kineze. Meridianët janë në shtigjet e çdo organi në trupin tuaj. Disa njerëz thonë se meridianët nuk ekzistojnë në trup ose në pjesën e poshtme të këmbës. Por ata që e kuptojnë në mjekësinë kineze mund të dinë se sistemi meridian është shumë i lidhur ngushtë me sistemin nervor. Nëse mendoni se keni nerva në sistemin nervor, edhe mendoni se keni edhe meridian. Vendosja e qepës ose hudhrës mund të pastrojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Disa njerëz mund të përdorin qepën edhe për t'u relaksuar gjatë natës. Qepa e vendosur në këmbë ndërsa jeni duke fjetur gjithashtu mund të jetë një ndihmë e mirë edhe për të ulur temperaturën e lartë të trupit. Nëse doni të përfitoni nga këto aspekte, atëherë mund të përdorni këtë teknikë me vendosjen e qepës poshtë këmbës